Gjatë 2 viteve të fundit, zona nën Shkodrës e në veçanti rajoni Zadrimës ka njohur jo pak ndryshime që shumë shpejt janë reflektuar në ritme të reja jete për banorët e këtyre zonave. Aktualisht në rajonin e Zadrimës po zbatohet një plan kompleks zhvillimi, i cili që në nisjet e tij ka hapur perspektiva të reja ekonomike për banorët. Pjesë e këtij plani që po zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit është edhe segmenti prej 8.64 kilometrash, fshati i ri Mali Jushit Hoten Kukël. Segmenti i zëvend një rrugë shtek të pakalueshme në pjesën më të madhe të vitit për shkak të gropave dhe përmbytjeve. Tashmë drejt përfundimit, kjo rrugë e re parametrave të larta infrastrukturore lidh 4 fshatra dhe 6.000 banorë të komunës Bushat, jo vetëm mes tyre, por edhe me rrugën nacionale Lezhë-Shkodër dhe komunën e Velipojës. Banorët e kësaj zone, të njohur për prodhimet bujqësore, blegtorale dhe vreshtarin, vlerësojnë të rrugë si një mundësi të madhe për zhvillimin e aktiviteteve të tyre me të gjithë kapacitetin e frenuar për shkak të infrastrukturës. Falenderoj kryeministrin që ka ardhur e ka pa vetë që ishin përmbytje dhe ka pa shumë të arsyeshme për këtë rrugë për me lidh edhe me qitën dritë këtë popull të Mali Jushit. Po rrugës ja kanë përpara na kanë shumë mizerabel. Ishte ton gropa, ton ujë me kalu me sierra edhe nuk mund kalote. Edhe kena shumë një favor të madh nga kjo rrugë se na ka qitën dritë se me kanë në qytet. Për ne me lirisht e ka bi Shkodrën për 20 minuta në motor ose në makinë. Po deshme ne çojmë përdhimet e shesim, po s'ka më baftare ai njëri që ka menuar për ne. Shumë i kënaqur. Edhe mos kjo e kënaqen, ne na vraft perënia mos kjo është shumë të kënaqur. Se vujshim me shku marr bukën, se do të me marr ujin, na ujin përpara kemë marrë në Bushat, në ndri. A vajçan që është lopet, këtë jetë djali vajçan është e lop. Kjo rruga një marr se s'ka nevojë me hikti, vjen ta merr vetë ai masin. Ndërtimi i segmentit fshati i ri Mali Jushit Hoten Kukël vlerësohet nga kryetari i qarkut si shumë i rëndësishëm për shkak se përmbush një prioritet të madh për zonën. Kjo rrugë është në prioritetet kryesore të Këshillit të Qarkut të Shkodrës, pasi lidh disa komuna dhe disa fshatra, gjëja e cila përban një prioritet të veçantë si projekt që zhvillohet tamam në zonën ku dhe prodhimi bujqësor është më i lartë, ku ka një popullsi mjaft të madhe të këtyre zonave dhe që lidh disa segmente shumë të rëndësishme që pastaj lidh me rrugën nacionale. Benet Beci, drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, realizuesi i këtij investimi me fondet e qeverisë së donatorëve, nënvizon ndikimin e kësaj rruge në kombinim me një seri ndërhyrjesh të realizuara në këtë zonë. Në principet e Fondit Shqiptar të Zhvillimit është në bashkëpunim me pushtetin lokal dhe me qarkun të përcaktojë prioritetet. Ky është një nga prioritetet, siç është dhe përgatitja një plani të detajuar të zhvillimit të gjithë zonës së Zadrimës me 3 komunat që përfshin atë. Mendoj se këto investime që Fondi Shqiptar i Zhvillimit po realizon me fondet e qeverisë shqiptare dhe njëkohësisht disë donatorëve në rrjetin e tyre që krijojnë, tashmë do t'i japin lehtësira të konsiderueshme, do të thoja, zhvillimit të trafikut dhe njëkohësisht rritjes së cilësisë së jetës të banorëve të kësaj zone. Në 2 vitet e fundit, rajoni i Shkodrës ka njohur një seri investimesh të realizuara nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, mes të cilave rreth 80 km rrugë dytësore dhe lokale, si Lezhë Vaudejës, Dajç Gomsiçe, Kotor Manastiri Karmelitanëve, Shëngjin Kune, Baks Rjoll e tjerë. Ndërkohë, pritet fillimi i punimeve për rrugën Dajç Dragush, Shkodër Shirok dhe rruga nacionale Dajç, si dhe rruga bregdetare Velipoj Shëngjin.